gatuaj me Albanën, një rubrikë që e duan shumë anvisat, edhe sigurisht është vendi preferuar i një gruaje kuzhina, mirë se të gjeta. Është 70% e jetës në kuzhinë. Ose mund të avëm 50 në kuzhinë, 35 duke la roba, duke pastrua, ajo pjesa e vogël pastaj. Do s'do të kthehet vetë në pa, se do këtë gjë, do ta bësh sepse është e domosdoshme. Unë në moment kur mbaroj emisionin ose në çdo punë që kam pasur, që ka qenë lidhje me kuzhinën, edhe kur mbaroj punën një orë më pas për shembull, mam duket jam akoma në ritmin sikur gatuaj. Tani me këto terma s'ka lidhje pjesa e kuzhinës, kush gatuan në shtëpi me këto alfa, me beta, me kush merr vendime në kuzhinë çfarë do ham, çfarë do pim. Po të gjitha vetë. Vetë. Gratë si bëjt, të gjitha i mbajnë bishpatë. Vetë ligji, vetë ma ligji. Po që ka shtëpia me duke tuan, çfarë ka shtëpia, çfarë ka frigoriferi? Dihet tani që ky xhepi shkret, ky na komandon, nuk komandojmë ne, na komandon xhepi. Tani është dhe si fundi javës dhe ne mbledhim çfarë na ka mbetur tepruar në frigorifer dollap për t'i ricikluar dhe për të gatuar dhe për të nxjerrë. Fundi muajit gatuan çfarë na ka mbetur, se kështu është. Sigurisht, fund muaj, fund javë e tillë është. Atëherë, si për fundjavë, gjë që ngelet në shtëpi kush është? Patjetër që është mielli. Anvisat marrin miell gjithmonë që të kenë miell në gjendje, të kenë më tepër. Dhe në momentet që janë më vështirë, vendosin një byrekun, jo brumin, jo petullat, qullin, gjithçka çfarë ka lidhje. Pastaj fundjava nuk do një ëmbëlsirë. Do edhe petulla, ëmbëlsira, pankek që bëm ne. Edhe kekun, edhe ëmbëlsirën. Të dyja i keti sot, bukur fort. Atëherë sot do bëjmë disa petulla. Petulla në qumësht. Unë them që janë petulla të veçanta dhe janë të veçanta, jo sepse dua të them unë tani, por janë të veçanta. Thjesht më duhet vetëm vëmendja juaj dhe në fund të shkruani nëse ju pëlqen si recetë, me çfarë mund ta kombinoni, patjetër visin e kam që mund të japi dhe idenë vetë se ka disa ide brillante perla. Dhe nëse doni të dini shefat më të mirë janë gjithmonë meshkuj. Visi, ke një javë që përmend visi, po ne vesh njëri kush është visi. Visi është kameramani djali më king këtu. Prit se i bërë ka dhe të tjerë. Ka dhe të tjerë. Të gjithë ndanë, për me i vogli, prandaj është me i vogli. Tani dikush është me i madhë, po të me qefin. Ti tregojmë mirë, se të shoh që shumë pak produkte janë. Një gotë qumë është pak miell, sheqer, pak sot, të shohim pak se si e ke organizuar me gramatura të recetën tonë të parë dhe gatuajmë së bashku. Mire tha Albana, në kanalin tonë në YouTube, ku bëni shpesh share komente, mund të shkruani si ju duket kjo recet, dhe jo vetëm kjo, po edhe të tjerat që do të gatuajmë për gjatë hapësirës së sotme. Petulla me qumësht, përbërësit, 250 gram miell, një lugë gjelle sheqer, një lugë çaj krip, gjysmë e lugës së çajit me sod buke, gjysmën e lugës së çajit me pluhur pjekës, pra që të dyja dhe soda edhe pluhuri pjekës, një kokër vezë, një lugë gjelle vaj lule dielli, 100 ml qumësht dhe vaj për skuqje. Tani më ka mbetur ajo shija mendja tek pankeku në tavë që bëm dje, se e provova edhe në shtëpi. Po, gallbim kam bërë që si bëra një foto që dhe t'ja u tregoja shikuese, po herën tjetër se ta përgatis shpesh se ma pëlqyen. Po, kjo është. Bëra një mbushje të thjesht, modeste, me borzilok, pomodorini dhe mozzarella. I bëra dhe një shtres me ja bërë vetë, kurse unë e gjitha të tigullio. Po, unë e gjitha të gatshme. Po jo, e bëra të shtresën me peston e tigullio's dhe sipër i vendosa këto domatet, të cilët i bëra kështu kremoze bashkë me një lugë kështu kos të trash, nga i kosi i trash. Mos vazhdom atë. Dhe mbështolla më doli fantastike. Ja u sugjerova dhe mikeshave të mia, kështu që për ju që doni ta rishihni, e kanë në kanalin ton se kishte edhe shumë vëmendje dje, pankek në furrë, në tavë. Unë mbase këto ditë e përgatit në shijen e ëmbël edhe do ta sugjeroj përsëri në rrjetet sociale. Kështu që na sugjerove diçka shumë të shijshme. Nëse doni me shijen e ëmbël, mos harroni që ishte shumë e këndshme, duke shtuar ëmbëlsirën, duke shtuar fara reçelin, duke shtuar farakia. Është se magnifik. Po, aty në vend të, se ambisat e mbajmë mend, janë shumë të vëndshme. Në vend të rushit të thatë e shtuam ne. Unë vendosa fara të ndryshme që kisha nga teuta dhe reçel është farakia në reçel. Po, të reçeli për mbushjen e ëmbël, kurse sipër pasaj në buke në këto vendosni fara sa më shumë fara, aq më mirë. Po. Dihet që për çfarë duan. Ndihmojnë për tretjen, për të marrë ato vlerat ushqyese të tyre me radhë. Tani kalojmë tek po sepse mua më duhet dhe muhabeti derisa dhe veza. Se u shpërbëm vezën.
Qumshtin të ngrohur, ujin po ashtu. Më i nxehtë do të shtoj qumshtin. Qumshin e ke të vakët, të ngrohtë, të ftohtë? Qumshin e kam nga ambienti. Ambienti, okej. Gjë që shtoj pak. Ujë që e kam nxehur dhe e kam nxehur pak më tepër, dhe prandaj do të shtoj masën e vajit. Sodën, pluhurin pjekës, sheqeri, Një gjysmë luge çaj ishin këto masat. I lëm këtu. Bëj një përzierje të mirë. Dhe me mielin. Tani nga mielli kemi farina këtu. Çfarë të duash ti? Me të dyja shijet, kemi me shijen e vaniljes, kemi dhe me shijen e portokallit. Nëse doni neutrale, kemi atë amballazhimin e kuq. Po. Që s'ka shije. Që është plur i gatshëm, i ka këto gjërat e tjera brenda, po që aromën nuk e ka. Këto të dyja kanë aromën. Në portokallë. Këtë portokalli po marrim. Sepse limonin e kam. Dhe ashtojmë, është i gatshëm, i imët, i situr, i përgatitur enkas për receta të tilla, të zonjave për kek, për ëmbëlsira. Farina ap i ndihmon zonjat që janë të ngarkuara, të zëna me punë, që të jetë një plur i gatshëm. Shifeni, mund të gatuani kekun me shijen e portokallit, ka të gjitha plurat e mundshme brenda për ta fryrë, për ta pjekur, për t'i dhënë shijen kekut, kështu që s'keni nevojë të përdorni. Në rastin e petullave që duhet që të marrin çik volum më tepër. Tani të zgjohet përbërja që kam e lëngësht. Ta shtoj të gjithën, e kemi masën gati? Tani nuk e kemi masën të gjithë, po do më duhet derisa të kemi një masë brumi. Jo ngjitës, por as i fortë. Shtojmë Niki. Nuk do të harroni që kjo masë duhet të qëndrojë 1 orë patjetër. 1 orë? 1 orë. 1 orë. Ne do 1 orë derisa kam mbaruar emisionin. Do t'i skuqim në fund apo? Edhe t'i skuqim tani, sepse ju po të dëshironi shumë mirë, mund të shtoni edhe largojmë sodën dhe pluhurin pjekës, se kam thënë që pluhuri pjekës është për aromën e gatimeve, dhe soda sepse ka të njëjtin përbërës, ka sodë, prandaj shtojmë pluhur pjekës më pak për aromë dhe fryrjen vetë të produktit. Shumë mund të shtoni majan. Pra janë 2 alternativa, shtoni sodë pluhur pjekës ose maja. Majaja e thatë qëndron do një aktivizim më të gjatë, një afat kohor më të gjatë, Niki shtojmë tani. Dhe majaja e butë do më pak. Formën e brumit, si o ta kenë deri në fund, pra do t'jetë një brum i fort, i butë. Shtojmë. Përstish po e merë 500. Ka paketime 500 gramshe, paketimet e tjera të miellit janë më të mëdhaja. E nisëm me një vezo vital, pastaj kaluam tek produktet e tjera, njëra pas tjetrës, dhe punojmë gradualisht. Tu kam mbetur gati 100 gram, nëse do ta përdorim e shojmë deri në fund, sepse varet nga lagështia. E shumë që të gjithën? Pra, siç e shihni, na mori një paketim të tillë. Kur e punoni, duhet të qëndroj kështu e butë siç është, pa e punuar herën e dytë. Laj duart, sepse normalisht brumi që është në gishtrinj nuk të lë të punosh. Si të bëjmë në shtëpi, i thërmojmë aty mbi brum edhe kaq. Do të punohet brumi, si që thamë, do të lëmë të qëndroj për gati 1 orë, në mënyrë që të lidhen mirë, të aktivizohen të gjitha produktet që ne i shtuam aty, dhe më pas këto petulla do t'i skuqim në vaj për skuqje, në vajin ton Floriol.
Por më parë duhet ta lëm. Ne ndoshta, mbase e lëm më pak ose vazhdojmë me recetën tjetër edhe kam brum që kam bërgati, patjetër. E ke para përgatitur. Ky këtu moj shife. Po. Po ka ardhur shumë ky brumi. Po. Ja. Shife si çënka ka bërë ky brumi. Ne këtë do të skuqim. Pra, ka qëndruar gati 1 orë dhe në këtë variant do ta keni dhe ju. Po ja largoj këtë telefonin, ti e punon ato njëre mirë dhe... Edhe më duhet këtu? Po, që të vazhdosh... Të vazhdoj. Super, ja. E mbulojmë tasin tjetër me një qese tjetër, për ta lënë të pushoj dhe do të vazhdojmë me variantin e para përgatitur të brumit me po të njëjtën mënyrë, me po të njëjtat produkte që ne ju treguam. Kështu që jemi në rrjedhën e punës, pa e shkëputur vëmendjen, në mënyrë që të lëmë të presim edhe të aktivizohet. Ja, Albana ka menduar këtë pjesë, e ka para përgatitur, ka dhënë një brum të mëparshëm. Dhe duket që ka funksionuar aktivizimi i produkteve. Tani mua më duhet miell që të hapim nga tjetra. Tu, 2. Për ta punuar, se i duhet pak aty në banak. Kjo është një miell shumë i imët, që të jep dorë, themi ne në kuzhinë, për të punuar brumin, për ta hapur atë pa pengesa. Ju thash që duhet i but. Paraprakisht mos duhet të vendosim edhe një tigan, që të ngrojmë pak vajin. Tani, pasi ta punojmë, sërish do ta lëmë të qëndroj, të pushoj, apo direkt do t'i skuqim petullat? E lë pak, edhe e kam edhe tiganin, e kam. Largoj. Një punim i lehtë, ndoshta më delikat se sa forca që i dham brumit të parë, sepse dihet që ngrohtësia e dorës, forca që i jep brumit i mëshon më mirë dhe punon atë siç duhet. Pra, një gotë vaj, sepse ato duhet të mbulohen. Vaj bimor, që mos i kem në... Dhe brumi petullave është gati, vaj është ngrohur po ashtu, koha ishte mjaftueshme që ne të fillojmë të skuqim tani petullat. Edhe ju të keni një recetë gati për mëngjesin e fundjavave tuaja, të cilat do t'i shoqëroni pastaj me djathë me reçel me mjaltë, si të doni ju. Të janë petulla që pranojnë kombinime të ndryshme. E punuam, i kërluam pastaj në kulaçka. Shumë mirë. Shumë mirë punohet. Jo avash, se ma avash edhe gjumi nuk zë. Derisa pjesa e brumit të punohet mirë. Me ty kjo shenja e votimeve nuk të ka ikur akoma, a? Ja. S'ka qenë shumë e fortë, dhe shenjë. Me 400-500 gram miell, qumë është të ngrohtë edhe pak ujë, pluhur pjekës sod, pak krip, e punoni mirë brumin, e lini të qëndroj dhe keni këtë rezultat. Duket një punim si kur e ajros pak, jep frymarrje. Po, patjetër që duhet mirë, duhet shpejt, edhe, ja. E tosë me fundin një gote, shumë mirë, në ta punoni. Do t'i ndajmë këto, apo do t'i vendosim të skuqen në këtë masë dhe sasi? Pra edhe kur punohen me oklain, nuk duhet që ta rrëndojmë fortë për ta shtypur dhe për ta ngjeshur brumin, por lehtë, sa të hapet një masë e tillë rrumbullakët.
jap formë. Drejt këndësha. Po ndoshta fillojmë të skuqim të para, që dhe këto duke qëndruar, fillojnë dhe zbuten, bëhen super më të buta dhe të shkrifta. Duhet që unë t'i bashkoj në dy, prandaj. Okej, sa të bëjmë dhe gati pjesën tjetër, ne së bashku përsërisim edhe njerë produktet që na u deshëm për përgatitjen e petullave me qumësht. Mos harroni, kemi sjell disa variante të përgatitjes së petullave, herë kos, herë qumësht, e produkte të tjera të kombinuara, secila përgatitje ka të veçantat e saj, karakteristikat e veta, mënyrën e vetë të përdorimit dhe të përdorimit të këtyre produkteve dhe të shijes përfundimtare që do të marrin. Për t'i kombinuar, pastaj është në zgjedhjen tuaj. Atë ke keni tabelën të shkruar me sasin e produkteve, ne bëm një sasi më të madhe, kështu që ju referojuni nëse doni më pak sasi përbërësve që keni të shkruara. Pra miell 250 gram, gati sa gjysmën e sasis ton, një lugë gjelle sheqer, një lugë çaj krip, gjysmë lugë çaj sot buke, gjysmë lugë çaj pluhur pjekës, një vezë, vaj lule dielli, 100 ml qumësh, pra një lugë gjelle vaj lule dielli për ta hedhur tek përbërja dhe bashkimi i përbërësve, 100 ml qumësh dhe vaj për skuqje, padyshim vaj bimor për t'i dhënë kombinimin e duhur. Kemi sjell në tryez edhe reçelin që kemi përgatitur ditën përpara me kajsi. Po, me kajsi. Reçelin, nëse e kujtoni, ditë përpara përgatitëm reçelin ton me kajsi, që mund ta gjeni dhe atë në kanalin ton në YouTube, se si e përgatitëm me fara kia. Është disi më ndryshe, ja, shifeni, farat kia janë bërë transparente, i kanë dhënë një, le të themi, konsistencë gelatinoze reçelit, dhe ne sot do ta përdorim për t'i shoqëruar petullat. Pra, bëj dy masa. Dy masa. Nisë dhe forma ka rëndësinë e vetë, padyshim. Direkt tani, me një shkop, me një fund lugë, me çfarë të doni ju, ja. Bëj një ngjeshje të tillë. Besoj se vajnë e qoj në maksimum, bëj dhe tjetrën. Ne i skuqim. E rëndësishme është që vaj të jetë marrë të temperaturën e duhur, të jetë nxehur mirë, në mënyrë që të mos bjerë volumi i petullave, po ai brumi pra sa po të vendoset në vaj, të filloj të fluskoj, të fryhet, siç po ndodh tani ky proces. Ai ndava, ai shumë sa që ndava. Dhe fillon dhe me atë volumin ruan, formën dhe bukurinë që i dham. Do të skuqim shumë derisa të marrin atë ngjyrën e kuqeremt. Patjetër. Do të përgatisim derisa të marrin ngjyrën për ta shtuar me reçelin dhe pjesën tjetër e vazhdojmë më vonë. Për t'i dhënë forma kemi plot. Mund t'i bëni thjesht fare duke i ndarë në tre këndësha ose forma të ndryshme. Kjo është dhe i skuqni. Tillë sepse duhet në formën e. Ja. Opa. To i punoj sërisht. Do këtu kalon në gjysëm. I japim tillë. Mirë, është e tillë se kështu e do ti, se sjell ti se është e bukur e kështu, po shija në fund njësoj është se brumi është njësoj. Atëherë, nëse nuk për bukurinë e pjatës është e duhura. Po prandaj, opa, shiko. Dalin si një dyshek i vogël, duke si sfyngjer
i butë dhe i shkoa për plazh, shkoa për plazh. Jo, mund të përgatiten dhe të merren me vete në kudo, në plazh, në shkollë, në punë. Se shkojnë këto edhe me djathë dhe me reçetë. Më gjejmë identi mua se... I vendosim tani për ti, ja dhe disa të tjera. Dhe ku kemi atë lugën që ti serviri me këtë reçelin, se du të provojmë edhe reçelin tonë të ri. Ja si ka dalë me farakia, reçel kajsie. Përse i bëra të parat që ti kushtoja vëmendje. Sa i mirë që duke të. Shiko. Këtë super. Aq shumë sa po bëhem kështu tamaqare që hajtet edhe i lugë. Të ketë sa më shumë. Dhe e vendosim këtu mes pjatës, ndoshta. Të lumë dora. Edhe petullat të kenë një ngjyrë të lehtë, jo t'i skuqim rënd, se pak brum kanë shumë të... Këtë fryrën e kanë marrë nga pluhurat që edhe vetë mielli kishten në përbërje. Pra, keni dy alternativa, keni me sot pluhur pjekës, thonë këto nuk do t'i lë, që të bëhikin dëmë. A tha Androniki që jetë në format të ndryshme? Po, japim, këto është forma për televizion, për rrjetet tona sociale, por edhe kur duam që në tryez të pikturojmë pjatat, t'i kemi të kuruara bukur, sepse dhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme. Për shembull, një nga përfitimet që ju merrni nga kjo formë që tregoi Albana, pra me këtë vizën në mes edhe atë palosjen, është që mund të mbushen, shifeni? Këtu në mes, të dyja petullave mund t'i mbushni dhe janë kollaj, ose mund t'i prisni në mes dhe i vendosni reçelin mes petullës për ta shijuar më mirë atë. Edhe kështu duket sikur hadhem me ara, me reçel, me djath. Ja, në ajo ndarja, i palosim dhe i mbushim me reçelin e preferuar. Me pesto të ndryshme. Varësi të shijes dhe orientimi që do t'i japim, të kripura apo të ëmbla, ato shijojnë fantastike në të dyja mënyrat është kombinimi tani.